Jemi rikthyer në studio Zoti Sula në këtë pjesë të fundit të emisionit. Ndalemi pak tek debati që është krijuar për përzgjedhjen e antarit të gjykatës kushtetuese. Një çështje që po debatohet shumë, ndërkohë gjykata e lartë ka shkuar në gjykatë administrative, e paditur nga njëra prej këtyre antarëve që ka qenë në garë. Dua të bëj një shpjegim të shkurtër më tepër për publikun, për ta kuptuar njerëz se si zëvendësohet antarit që i ka mbaruar mandatin në gjykatën kushtetuese. Sepse Olta Zaçës i ka mbaruar mandatin në 10 mars të vitit 2025, në mos gaboj. Tani, gjykata kushtetuese, po e bëj këtë sqarim, regjia më ndiq pak edhe për publikun. Gjykata kushtetuese ka 9 antarë. 3 antarë i zgjedh Kuvendi i Shqipërisë, 3 antarë të tjerë i zgjedh presidenti, 3 antarë i zgjedh gjykata e lartë. Sa herë ka vende bosh në antarësinë e gjykatës kushtetuese, organi që i takon vendi plotson dhe vakancën me emërim të ri. Të gjithë kandidatët, pavarësisht se kush ka të drejtë t'i emërojë, kalojnë në filtrin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, pra KED. Ky është një forum i përvitshëm për bërje të cilit përcaktohet nga mbledhja e gjykatësve dhe prokurorëve të Republikës dhe drejtohet nga gjykata e lartë. Zonja Olta Zaçe ishte mbajtëse e një mandati si e zgjedhura e gjykatës së lartë. Me që asaj i mbaroi mandati, gjykata e lartë duhet të emëronte zëvendësuesin. Kështu, gjykata e lartë shpalli vendin vakant dhe ftoi kandidatët të garojnë. Kandidatët u verifikuan nga KED, pra Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, e cila në përfundim bëri një renditje me pikët për secilin kandidat. Për çdo kriter, KED vendos pikë për secilin kandidat. Në përfundim, KED paraqet për vendimarrje gjykatës së lartë 2 kandidatët për vendin e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese sipas renditjes së pikëve. A. Zotin Asim Vokshi, pra aktualisht gjykatës në gjykatën e lartë me 0.7 pikë më shumë se sa zonja Nereida Llagami si e dyta në këtë renditje. Që të përmbyset renditja në listën që prezanton KED, duhet që kandidati i dytë, pra zonja Llagami, të marrë 3/5 e antarëve të gjykatës së lartë, pra të votave. Nëse nuk i merr, atëherë fiton automatikisht ai që renditet i pari, dhe në këtë rast kjo ka ndodhur. Në rastin konkret, gjykata e lartë ka 17 antarë, po meqense njërit prej tyre është propozuar si kandidat në votim, që është zoti Asim Vokshi, në votim do të merrnin pjesë 16 gjyqtarë, që të fitonte zonja Llagami i duheshin 9 vota. Kjo ka ndodhur në votimin e gjykatës së lartë dhe këtu ka lindur dhe debati për votën e 9 të saj. Regjia ma nxirr pak atë fletën e votimit, e cila konsiderohet nga zonja Llagami si e pavlefshme në një farë mënyrë, duke qenë se ka 2 shenja. Pra njëri nga gjyqtarët e gjykatës së lartë ka vendosur 2 shenja. Një rreth ke dyshi dhe një rreth tek plusi, tek emri i Naureda Llagamit. Edhe kjo është pak për të qeshur, le të themi, tani çfarë ndodh se është një debat juridiko-estetik këtu, a nuk din gjyqtarët e gjykatës së lartë të votojnë apo çfarë? Çfarë? Është shenjë për treguar që ka vënë votën. Që ka vënë votën. Mirë, pritet. Tani çfarë ka ndodhur? Dhe unë kam eksperiencë siç bëjnë ato. Tani çfarë ka ndodhur? Zonja Llagami, ajo që ka dalë e dyta, pra zoti Asim Vokshi ka marrë 6 vota, zonja Llagami ka marrë 8 vota dhe vota e 9 është në diskutim, por ai ka fituar për sa kohë ka patur pikët maksimale nga KED. Zonja Llagami e ka çuar gjykatën e lartë në gjykatën administrative. Gjykata administrative ka marrë një vendim, e ka konsideruar, nuk ka pezulluar votimin, siç pretendonte zonja Llagami, dhe ja ka kaluar menjëherë gjykatës kushtetuese. Sot në mesditë, edhe gjykata kushtetuese ka dalë me një vendim. Ajo thotë se do të mblidhet në datë 11 nëntor në një seancë të menjëhershme për ta diskutuar çështjen e zonjës Llagami, por edhe për këtë në 11 nëntor, nuk quhet e menjëhershme, okay, se vjen pas 31 tetorit të famshëm, pas 31 tetorit, por në të njëjtën kohë edhe për gjykatën pas 31, edhe 9 nëntorit që janë zgjedhjet në 5 bashki, po jo në Tiranë, jo në Tiranë. Prit. Por ndërkohë, edhe për gjykatën tonë kushtetuese, procesi i votimit nuk pezullohet. Pra në një farë mënyrë, gjykata kushtetuese që sot e ka dhënë një vendim se çfarë do të marrë në datë 11. Se nuk mundet, pra nëse zoti Asim Vokshi, ndjes vetëm për ta sqaruar, nëse zoti Asim Vokshi do të shkojë dhe do të bëjë betimin tek presidenti dhe bëhet antar i gjykatës kushtetuese, kjo çështje ka mbaruar, atë nuk kthehet më mbrapsht. Pra është njësoj. Po presidenti di çfarë ka thënë? Çfarë ka thënë presidenti? Nuk e kemi në agjend. Kë nuk ka në agjend? Betimin. Mi pra, tani se 3 pyetje tani në gjithë të debat, 3 pyetje janë me interes, ose 2 po i reduktojnë edhe për efekt të kohës. E para pse presidenti nuk e thret zotin Vokshi për të bërë betimin, pra për të plotësuar vendin vakant, dhe si mund të lidhet kjo, ose çfarë skenarësh mund të ketë
me këto vakanca që po kryohen për vendimin e 31 tetorit për zgjedhjet e bashkisë, për shkarkimin e Veliajt edhe zgjedhjen e Bashkisë Tiranës. Ta nis me ty Sulo, se ke folur dhe më pak. Po, presidenti me që pyetit i ratë në kokë, dhe me thënë, presidenti është pyetur nga agjensia BIRN dhe ka thënë nuk e kemi në agent. Po pse presidenti heziton? Ta bëj, apo ka pritur këto vendimarrjet e administrative së kushtetueses? Presidenti heziton se do ta shtyjë këtë çështje që zoti Vokshi mos të shkojnë në gjykatën kushtetuese. Dhe të rri zonja Zaçe akoma atje? Jo. Të mos Çfarë të ndodhi? shkoj... Ma shpjegoni pak. Çdo gjë, për mendimin tim, dhe gjithë logjikën, dhe gjithë çka kanë marrë profesionistët që kanë folur, po edhe duke parë rrjedhën e ngjarjeve, lidhet me 31 tetorin vendimi për Veliaj, për Erion Veliajin, për zgjedhjet e Tiranës, për ankimin e tij për shkarkimin për ta shpallur ata antikushtetues. Po si ma lidh ti, ma shpjego pak? Unë e lidh sepse ajo fleta që nxorët ju, fleta e votimit, ai vërtet ka votuar, ai që ka votuar për atje, po në fund, po ta shikoni, po nda e kthej pak regjia. Po regjia nxjerrë edhe një herë atë fletën e votimit që treguan para pak. Atje ka një shënim nga komisioni dhe thot, votimi bëhet duke vendosur në kutim për bri, emrin të kandidatit me shenjën X ose Y, në fletën e votimit nuk duhet të bëhen shënimet të tjera përveç shenjës së votimit, pasi çdo shënim tjetër e bën votën të pavlefshme. Prandaj pyeta tani që gjyqtarët e lartë nuk din të votojnë apo çfarë ka ndodhur në këtë rast? Nuk ka rëndësi, dakord, ajo nuk ka rëndësi ajo. Nuk ka rëndësi, votat janë të fsheta, por vota... Gjetë, në 16 antar gjetë, kollaj kjo, vota është e pavlefshme. Vota është e pavlefshme. Tani, dhe, kur vota është e pavlefshme, i takon zotit Vokshi. Zotit Vokshi po pengohet. Zotit Vokshi nga gjithë të dhënate... Po pengohet të shkoj në kushtetues. Po pengohet të shkoj në kushtetues. Duhet të shkoj pas 31 tetorit. Ose nuk të shkoj fare, por për mua nuk e pengojnë do të më. Nuk e pengojnë do të më, po do të ashtynë. Se edhe kushtetuesja sot, dhe administrativja po i thonë presidentit që s'ke asnjë pengesë për ta thirrur për të bërë betimin, pra je i lirë. Shiko, se unë më ta them se jam, në me thënë kuptimin gazetar, i gjithë dyshimi është se këtë presion, këtë pengesë, po e bën qeveria. Pse? Për shkak që Veliaj mos të... Po pse kujt i përket ky Asim Vokshi? Ky nuk është i qeverisë. Kujt është? Ky nuk është i qeverisë. Ky bile ka, më të them, gëzojnë bëjnë biografit. Jo, nuk është i qeverisë. Është gjyqtar. Opozitës pra. Është gjyqtar. Jo, nuk, shiko. Po që se trajton kështu i mi që ke opozitës herë. Jo, po Zani Mustar, ka dhe njerëz të pavarur, ka dhe gjyqtar me integritet. Ai është gjyqtar me integritet. Ka gjyqtar me integritet. Llagamin tani po ta them, Llagamin është në qeveri edhe një. Nuk do duhet që ta paraqgjykojmë. Llagami është ai që doli në përgjigje, Llagami është për një gjyqtar dhe një dikë tjetër. Mos bërthej ti çapo ndodh. Me që ti tani more të Llagami është ajo që doli në përgjigjet me Bushkën, me Klotilda Bushkën, apo? Po. Tani ke një konflikt. Dhe po shtyhet dhe presioni ndaj gjykatës së lartë ka qenë po ti shikojmë votat, ajo ka qenë në favor të zonjës Llagami. Që në fakt nuk është dhe pjesë e trupës gjykatës lartë, edhe kjo kishte një habim më vete. Pra në vend që të votojnë, në vend që të votojnë një antar të tyre, ka votuar dikë që vjen nga jashtë. Si me vot, pastaj procesi stopoi për shkak të votës pavlefshme. Dhe mos futja lojë presidentit, që thot nuk e kam në agent betimin, është faktori 2. Faktori 3, në qoftë se zoti Vokshi do shkonte në kushtetuese, duke mos qenë një gjyqtar nga gjitha të dhënat që tregojnë gjyqtar me integritet, profesionist, jo me krah politik, pra nuk është nga ata që mund të renditej, mund të reshtoj pro vendimit të qeverisë, pro qeverisë dhe kundër Veliaj, të pengohet të shkoj, dhe gjykata kushtetuese mbetet me 8 antar. Të gjitha burimet, nga burimet tregohet që votimi është 4-4. Jo me 8, me 7. Me 8? Me 8. Me 9 antar pra, duhet. Me 8. Është me 8 dhe votimin e nxjerrin burimet, e nxjerrin 4-4. Dhe 4-4 s'ka vendim për ankesën e Veliajt. Dhe mbetet në fuqi shkarkimi. Dhe përpasoj... Pra, rrezikon që të kolapsoj vendimarrja për shkarkimin e Veliajt? Ky është varianti që tregohet dhe kjo përputhet deduksion, është nga të gjitha faktet që po vjen kjo histori. Kjo është Dëgjoj.
Dhe 4-4 nuk ka vendim për Veliaj. Një sekund. Sepse llogaritë janë bërë duhet të them një gjë, tani se dua unë të bëj juristen. Po për sa kohë Asim Vokshi hyn në gjykatën kushtetuese pasi është trajtuar fillimisht, pra hyn me vonesë, pasi është trajtuar çështja për shkarkimin e i takon të marrë pjesë në votim, se më duket nuk i takon të marrë pjesë në votim. Jo, s'është votuar pra votohet. Jo, basi të betohet. Dhe nëse betohet gjatë këtyre ditëve, pra ndodh nesër dhe pas nesër. Mund të marrë pjesë. Ndodhi kjo që është vendosur. nuk jepet vendimi me dashuri të një, sepse gjykata kushtetuese ka të drejtë që brenda 30 ditë të shprehë për vendimin. Që do të thotë që mund të jepet edhe me 30 mbi 30 nëntor, që jepet vendimi mund të politar. dali, po mund të ndodhi edhe kjo që ta konsiderohet formë shprehje që brenda ditës. Dakor, pra ndodhi edhe kjo pra, nuk po themi, kështu që ekziston mundësi që në datën e kushtetuese në gjithë kjo Përva, gjithë ky lëmsh, ta kuptojmë pak të skenarin, ta bëjmë thjesht për publikun. Është për 231 tetorit. E gjitha për këtë po bëhet. E gjitha për çështjen e Erion Veliajt, nuk ka çështje tjetër. Erioni pra e thotë kur kush e thotë. Nga vinin indicjet, nga vinin indicjet. Sinqerisht ato si thonë se është gazetar. Nga vinin indicjet. Po si Që thonë. tjetë kjo mund të jetë teori konspirative. Po ti ç'a Është mendon? një hipotezë Por analitike. për mua është konflikti hipotezë Loreda analitike. Lagami me Asim Vokshi. Ka hyrë një konflikt. Po, ashtu. Edhe nuk do ishte normale. Si që ishte avokati me prokuror. S'është në konflikt ky. Por se cili kërkon drejtën e vetë. Po mirë, një konflikt është ai. Çfarë po ndodh? Tani dakor, ta kuptojmë pak këtë dhe si mund ta Unë lidhim shoh me të gjitha të lidhura bashkë, sepse nëse zonja Llagami do të kishte fituar pastër, le të themi, dhe kjo vota e këtij e pavlefshme, absolutisht e pavlefshme e personit, këtij armikut që ka votuar në këtë lloj mënyre me përgjegjësi të plot. Një sekond, me përgjegjësi të plot. Ka qenë dhe dyzimi i personit, ku mendoj që është dikush me integritet deri diku që ka bërë këtë lojë. Thjesht nuk ka bërë për veten e vet, nuk e ka bërë për Nauredën. I ka thënë po do t'jap votën dhe pastaj s'ka që theti gjëndet. Por për te kësaj, programimi ishte bërë që të shkonte Llagami, me sa po kuptoju nga gjithë historia. Dhe nuk e shkuar Nuk e marr shumicën e votave në gjykatën e parë. Llagami dihet që është e qeverisë, kjo është e zgjedhur KLG, andaj këtej i zbatoi ato që ishin edhe dëshirat qeverisë na bëri këtë kaosin juridik për sa i përket gjykatave, reformën territoriale të gjykatave, që ishte skandaloze, vazhdon të jetë. Dhe kjo do të ishte plus përgjimet me zonjën Bush Kaklani tjetër, politikisht flasim tani, kuptohet që kjo ishte kandidatja perfekte për të realizuar qëllimin në lidhje me zotin Veliaj. Pse? Sepse ne motorrat të fushatës i kemi të ndezur, dhe në datë 9 do bëhet. Kjo situata është i këtij personit që na ka dalë nga rreshti, që është ai i treti që ka bërë këtë manovër, Që është Asim Vokshi. jo, që ka bërë manovër e ndjerjes me votën, e ke fjalën vendimit të kësaj fleje të votimet të pavlefshme, ka prishur ekuilibrat. Dhe këtu ka hyrë lojë tash një mekanizëm akoma tjetër lufte që ishte pa parashikuar. Ankimimi, ankimimi që u bërë, pengimin dhe kjo sjell gjithë pasoja. Tani edhe administrativja dhe kushtetuesja thonë votimi nuk pezullohet. Administrativja mori një veprim, atëherë administrativja në aspektin juridik mori një veprim të drejtë. Nuk mundet një gjykatë e nivelit më të ulët të shkallës para administrative të gjykoj vendimin e gjykatës lartë që është organ përgjegjës. E hoqi jurisdiksionin nga veta ja kaloi gjykatës kushtetuese. Tani gjykata kushtetuese duhet të jetë pak më shpejt, atë me njerëzshmërinë që the ti. Kështu thoshte vetë gjykata kushtetuese, ma nxirr çik vendimin në shërje pak vendim. Dhe ka drejt Lerezi dhe vendimin e kushtetuesës ishte me erdhi kërkesa brenda 3 ditëve maksimumi 5 ditëve caktoja. Pse? Sepse un kam problemin e një gjyqtareje që i pezullova mandatin që është zonja Beqe, historia saj. Ja pra, si thotë gjykata kushtetuese, shqyrtimin e kësaj çështje me përparësi dhe zhvillimin e seancës plenare në datë 11-11. Gjithë situatën e vendimarrjes 4-4, edhe pse zonja Zaça unë për mendimin tim juridik ti ka mbaruar mandatin që me 2025 dhe ne nuk mund vazhdojmë. Nuk mund vazhdojmë me këto praktika që shtyhet mandati dhe kanë fuqi vendimarrje, se ne ke procedura penale gjë e tillë ka pavlefshmëri absolute, dhe unë do ta quaja edhe vendimin e asaj po të ishte me atë që voton. Tani qeverisi intereson të baj Zaçën aty dhe jo të dërgoj në këto momente i reverdi Zaça. Se duke dërgon më të Nauredën, se u bëhet gjithë ky miks. Sepse ky person që bëri votimin ashtu, prish ekuilibrat e lojës. Si ky rast, kemi një rast tjetër përsëri të një konflikti, për gjykatën kushtetuese ka qenë në Mosgaboj që kandidoi për anëtar gjykatës kushtetuese, Jacqueline Petro.
Ambasadorja jonë e sotme në Që ishte Maltezi. figurë shumë e mirë, me të drejtë. Nuk po i hyje sa të nga vallë Jo, ka të bëjë dhe kjo, se është profilet janë të rëndësishme, kur nuk marr për sipër gjykoj kush është Loreta Vagami, kush është Tasim Bokshi. Edhe pse ne kemi bërë këtë. Sinqerisht fare, nuk i hyje. Por që ka patur dhe është zgjatur si procedurë dhe më sa mbaj mend që tërheqja e zonjës Jacqueline Apedo nga hoqi dorë nga padia në gjykatën administrative që u zgjidh konflikti. Që do të thotë pra nuk është rasti i parë që po na ndodh për çështjen e efektit kohës po flasim gjithmonë, ë, që do zgjidhë. Kjo do marrë zgjidhje, edhe unë nuk do doja absolutisht. Koha kur, sepse koha ndikon në vendimarrjen e. Po pse çështja e Erion Velis si ka çështja kyçe ndërkombëtare për sfatin e Shqipërisë. Po ka çështje tjera gjyhtari Erion Velis kur kyçe kishte në gjithë. Këtu akuzohet presidenti për shkelje kushtetuese ti thua nuk është e rëndësishme. Si që e rëndësishme? Nuk është rëndësishme, por nuk qeka kjo problemi, tash ai gjyqtar do ushtroj kushdo që të shkojë do ushtroj aktivitetin tim 9 vjet. Do ketë çështje kush e di çfarë ndodhi në kuptame kushtetuese. Ja të do vjen drejtsa. Do për vendime të caktuara. Momentin është kjo. A ka lidhje ky vendim me vendimarrjen që do marrin kushtetuesja në 31 tetor? Që po zvarritet kaq shumë edhe ka ndodhur gjithë ky konflikt. Se unë prandaj u përpoqja ta bëja vetë shpjegimin juridik që të mos ndaleshim atje. Specifikisht nuk e di, kam dhëna për këtë gjën, por kushtetueshmërisht çdo vendimarrje mbi antarësinë e gjykatës kushtetuese lidhet me vendimarrjen e gjykatës kushtetuese, sepse nëse ne vim diskutim antarësinë, patjetër që je duke vënë diskutim një herë edhe vendimarrje. Tani, kjo çështje në këndvështrimin tim tani si jurist, edhe më sa e njoh çështjen, kjo po ta kthesh atë fletën e votimit. Unë mendoj që ka një çështje që duhet trajtuar, pavarësisht se thuhet në fletën e votimit që është e pavlefshme nëse bëhen shenja të tjera. E para herë nuk duhet parë bazueshmëria e rregullorës. E dyta, kush ka marrë vendimin për ta bërë të pavlefshme këtë. Se nga audio që kam dëgjuar në që ka dalë dhe publikisht në media, po. Rezulton që çeka i komision që merr vendim mbi vlefshmërinë apo pavlefshmërinë e një fletës votimit, po. Ndërkohë që në kushtetut kudo shkruhet gjykata kushtetuese merr vendim. M'fal, gjykata e lartë në këtë rast. Gjykata e lartë merr vendim, gjykata e lartë merr vendim, gjykata e lartë merr vendim. Pra duhet në parë gjitha këto elementë. Dhe ajo që do të thoja, nuk po marr përsipër, bëj kështu, le të themi, në mënyrë shterruese, por më sa e njoh çështjen. Është vërtet që nga pikpamja formale mund konsiderohet për shkak të parashikimi paraprak që çdo shenjë mund konsiderohet pavlefshme, por nëse do referohemi kodit zgjedhor, po them, që është votimi dhe ai, votimet kanë njëjtin parim, kudo, nëse pavlefshmëria e një vote është përcaktues për gjithë rezultatin, përsëritet votimi. Po ti nuk mund të t'japish fitoren palës tjetër për një pavlefshmëri. Pra nëse PD-ja dhe PS-ja do ndashin për një vot dhe ajo është vot e pavlefshme, sigurisht që do përsëritej i gjithë procesi, sepse çaj kushton të fillonin atëherë të votonin dhe të thonin edhe një herë tjetër, askush, as kjo shenja nuk lejohet. Dhe ta ribonin votimin. Tani ti nuk mund zhbësh 9 vota, vullnetin e antarëve të gjykatës lartë. Gjykata e lartë ka shprehur vullnetin 9 vota. Tani këto 9 vota nuk mund t'i zhbësh në kuptimin e ndryshimit të rezultatit flas, se nëse nuk do ishte përcaktuese, atëherë sigurisht kjo është e pavlefshme dhe nuk do krijonte pasoja. Por kjo ka krijuar pasoja det për det aki fituesi. Unë mendoj që pikëzimin e kedit. Unë mendoj që pikëzimin e kedit, nuk është kedit është tjetër gjë. Se për shkak të pikëzimit ka dalë fitues Vokshi. Unë mendoj që zgjidhja do ishte përsëritja e votimit. Pra, nëse kjo ishte përcaktuese siç rezultoi, atëherë rivotojnë antarët duke i bërë qartë që çdo lloj shenje është pavlefshmëri edhe rivotojnë. Nëse i merrte përsëri 9, do të thotë që ajo është antare e gjykatës kushtetuese referuar vullnetit gjykatës lartë. Megjithatë, pavarësisht nga kjo, unë mendoj që në çdo rast presidenti i Republikës për sa kohë nuk ka marrë vendim gjykata kushtetuese për pezullim, sepse mund ta kishte marrë. Nuk di nëse ka kërkuar zonja Llagami, se duhet ta kërkojë pra kërkuesin gjykatë lartë duhet bëjë kërkesë për pezullim. Po e ka kërkuar zonja Llagami dhe administrativja, edhe kushtetuesja thonë që nuk pezullohet. Po flas për kërkesë për pezullim.
E pra, Po flas për jo kërkesë për ndryshim, për marrë mandat. Jo, për pezullim të votimit. Okej, ka rrëzuar kushtetuesin, pra presidenti nëse ka rrëzuar, praktikisht presidenti i Republikës nuk është me agjend takimesh, është me agjend kushtetuese. Dhe ai duhet respektojë. Ja, pra, më fal. Rrëzimin e kërkesës për pezullimin e zbatimit të vendimit 2 të mbledhjes posaçme. Gjykatës me shumicën e votave të gjyqtarëve të pranishëm në mbledhje. Ja ka rrëzuar, atëherë do të thotë që presidenti i Republikës mund bëje rolin gjykatës kushtetuese pezulloje. Për shkak të faktit. Jo, po duhet strasi të betojë Asim Vokshi. S'më kuptove. Pra praktikisht rolin që duhet ta bënte gjykata kushtetuese për presidentini. Sepse gjykata kushtetuese duhet ta pezullonë nëse e vlerëson për të pezulluar. Sepse ajo që ka bërë sot gjykata kushtetuese të bëjë një shpjegim për publikun drejt presidenti de facto. Një sekond. Ju lutem se bëhemi lëmsh pasaj. Një sekond. Tani jo thjesht për të shpjeguar diçka për publikun, Ndreca. Pra gjykata kushtetuese, ajo që thash pak më parë pse e ka parashikuar vendimin që do marrin në 11 nëntor. Është njësoj si të rrëzonte dekretin e presidentit. Jo të rrëzonte dekretin e presidentit, po për çështjen e mos merrte vendim për pezullimin e dekretit presidentit, thoshte do mblidhemi në 31 tetor, po ama zgjedhjet të bëhen prapë. Janë gjëra të ndryshme. Ajo e rastit të veliet është për shkak ligjit pezullimi. Kjo është me kërkesë subjektit. Edhe e ka rrëzuar shprehimisht. Gjykata kushtetuese nuk ka folur në rastin veliet sepse është për shkak ligjit pezullimi. Tani, këtu ka shprehur. Po ama dekretin e pezulloi që mos ta kishte si pesh. Këtu e ka marrë shqyrtim, e ka biseduar gjykata kushtetuese, ka dalë në konkluzion që nuk kemi në kushtet që të na mbajmë pezulluar këtë proces deri kur ta shqyrtojmë me themel. Për rrjedhoj, ja ka mbyllur rrugën presidentit për ta mbajtur në kështu. Që do të thotë që gjithë kesha në këtë e ka presidenti tani. Sepse në këtë aspekt e ka heq nga vetja dhe ja ka lënë presidentit. Presidenti ka bërë gafa pafund, kështu që presidenti e ka, se gjen gjë presidenti. Gjë se tek bëri këto që bëri dhe presidenti e ka, nuk është fjala e gjykatës kushtetuese. Nuk e ndalon asgjë, ta bënte edhe përpara. Por me të drejtë mund të ketë pritur, përsa ka një konflikt, ka pritur të marrë një vendim me kushtetuese. Ka një çështje, ka sens që të priste vendimin gjykatës kushtetuese. Tani duhet të presim deri në 11 nëntor apo jo? Atëherë bie që po duhet rolin e gjykatës kushtetuese, po e pezullon de facto. Po e pezullon de facto. Po kështu i bie. Pse nuk e thret Bozheku presidenti Asim Vokshin që të bëj betimin, dhe të plotësoj vakancën? Po se nuk intereson. Thjesht nuk i intereson. Presidenti, po të kishte interesuar kaq shumë, dhe të ishte kaq garant reali kushtetutës son, do kishte zbatuar parimisht, rigorozisht ato që është kushtetuta me rastin e Rën Velia, që aty fillon historia, me dekretimin e zgjedhjeve. Pa ndërhyrë gjykata kushtetuese që s'kish ç'bënte, jo se donte, po se s'kish ç'bënte, se ishte e zezë me të bardhë, pezullim automatik quhet ky, që gjykata është thjesht thirret, po nuk është se ka një vendimarrje çse çfarë. Ndërsa në këtë rast ai po bën këtë që duhet bënte, me shpresën që gjykata kushtetuese do ta pezullonte. Presidenti ka pritur, hajt po e qym që ka marrë një vendimarrje të drejtë. Nuk jam dakord, po e zëm kështu. Në këto momente tash duhet të shohim si do lëvizi presidenti. Bajram dhe që të thojë, po. Bajram Begaj do thashtë. Zoti Begaj, për gjuhë komunikimi televiziv u përmbajta. Presidenti Begaj respektoj institucionin jo figurën. Institucionin e respektoj. Figurën që e përfaqëson fatkeqësisht me çfarë ka bërë, kam rezervat e mia me mendim personal. Por, në këtë rast aty intereson ta mbaj pezu. Sepse Asim Vokshi e tha, pra, nuk duhet shkoj. Nuk duhet shkoj gjykatë kushtetuese. Se do i prishi balancat në vendimarrjen e 31 tetorit. Është gjyqtar i formuar. Ky është aludim, se nuk e di. Keni provë jo avokatët. Jo avokatët, që keni provë. Opinioni im është Avokatës flasin kështu. Ore, unë tash këtu po flas politikisht, nuk po bëj avokatin e zotit Begaj. Shumë të formoni provën jo. Nuk e di sa avokat duhet marrë që e ka avokati shumë mirë Xhanëm dhe kryeministri jote e lëvdoi publikisht me interpretimin që i bëri, kështu që më mirë mos i them këtyre detajet. Lavdëroj më shumë Rusmajnin se sa presidenti. Totalisht i pa na fyu gjithë tjerëve, ne gjithë që kemi mbaruar në perëndim nuk dinim, zoti Rusmajni që ka mbaruar në kohën e komunizmit dinte më shumë se gjithë ne. Po kjo është historia e mendimit personal e kryeministrit. Kjo është histori tjetër. Kështu që duam apo nuk duam, ne kjo është kthyer në një lojë politike. Nuk është më lojë realisht e gjyqësorit. Dhe gjyqësori tani kushtetuesja, por mua po përdoret politikisht për të realizuar atë qëllimin. Sa të mbarojë me datë 9 dhe fakti që vendoset me 11 është shumë domethënës, të mbarojmë këto zgjedhje, të heqim qafe Velian me 31,
Politika hi vetën qafë. Në s'ka zgjedhje, s'ka lidhje. Janë zgjedhjet në 5 bashki. Janë zgjedhjet e bashkive bashkive tjera. tjera, Me 31 qafeve lihen, pra bëhet ajo edhe pse do shtyhet, historia mbyllet se hiki pa qafe, është për- Velia e dihet se si është fati Veliaj të, po fati Veliaj do të jetë nga këta gjyqtarë. Paka shumë ne i kuptojmë se janë shkak Pra pasojë. duke ulur numri i antarëve të gjykatës kushtetuese, vihet në ngërç edhe vendimarrja në datë 31 tetor? Po patjetër, Për shkak shkarkimin e të vendimarrjes. 4 Pra duhet patjetër arbitri, numri na 5. duhet arbitri. Një minutë, se qytetarët se kuptojnë çfarë do të thotë 4 me Kemi 4. precedente këtu. Prit, Se 4 me 4 është një opcion, Kemi- po ka 6 me, domethënë ka 6 me 2, Po 6 me 2 ka çfarë do? 5 me 3. 6 me 2, 5 me 3, Ne po çfarë marrim do? rastin Ka që vendim. Ka vendimarrje. Po ka vendimarrje, Okej, pra, vetëm pa qofse bërë del Björn barabartë s'ka Unë e vendimarrje. mori një ekstrem që është 4 me 4. Mos dalin rëmi si lojshau, 4 me 4. Po me se dëgjoj 4 me 4 duke llogaritur dhe nga vinë protagonistët që kanë ngelur në fushën e lojës kushtetuese. Drejta nuk do të futet në këto. Se janë Pozicionin e juristit. Dëgjoj, Bozheku, pse e llogarit 4 me 4? Po Rëmi. Sonila Abetja që i mbaroi mandati. Ka të drejtë të votojë në 31 do votoj, tetor? mbaroi mandati, Atëherë shkon 7 me 2. Pastaj Më fal, mbaron del 5 me teknikisht. Shkon 5 me 2 pastaj. Atëherë shkon 5 me 2 pastaj. Ose 5 me 2. jo 5 me 2, 3 me ndjes. 5, 3 4 me me 5. Jo, 4 4 me me 3. 3. 4 me 3, po këtu do kuptojmë të shikuri mbaron mandati këtyre tjerëve se këto i vendosën. vendim me 4, dhe ku i kanë 4 me 4 s'del më këtu pastaj. Teorisht është profesor 4 me 4. Po shkoj 7. Kur i gëjë shpall, më përfundimi ma pësosh i vlefshëm, në moment që ty të përfundon mandatin, qa S'ka votimi vot. nuk kesh më nga S'ka ana vot të juridike. vlefshëm. Pra, Ty të kanë përfunduar mandatin, ti voton që është i pa vlefshëm vendimi më. Sula, Ose marrë që mund veton që Krizë në sistemin praktika anormale. Sula, Kri nuk është logjike më nga ana juridike. Ata Strasburgu ta është shpallën, poshtë. Sepse është lidhur me Po pra me afat. Me afat, është lidhur Zëvendësimin. është lidhur me funksionalitetin e Me institucionit. vazhdimsin. Sepse Ose se kjo është një precedent që ka është institucion fundor. Dhe nëse futet në ngërç institucioni fundor, bie funksionaliteti i Jam shumë dakord, pra shtetit. po s'është normal. Edhe qeveria ka mandat katër vjeçar. S'është normal. Por me kushtetutin thotë nuk mund lesh Nuk i ke ministri ka të ndërsa jo ministri tjetër. Normale se plasi për vendimin. krizë në sistemin gjyqësor kjo Nuk apo është çështje politike e gjitha? Çfarë po luhet në gjykatën Tani- kushtetuese, edhe në gjykatën e lartë bashkë? Prap do vazhdoj Përfshirë dhe të president. them prap i fjala parë. Që Kontaminimi, ambienti toksik, problemet që ka ky vend. Po, atë e bëjnë qytetarë, ne që bëjmë shumë, ne e Qytetarët, bëjmë. jo. Ne që flasim. Ne që flasim e bëjmë toksik. Jo qytetarët. Absolutisht. Tash ne flasim ai e ka bërë llogari. Qytetarët e viktima. Ne dim tani se kemi marrë vesh 4 me 4 nga pala tjetër që është e goditur. Qytetarët Po janë jo pra viktima fakte tani, të fakte. pushtetit. Ë? Ne po flasim me fakte Qoftë tani. ekzekutivit, qoftë legislativit apo qoftë edhe drejtësisë në rast saktuar. Këtë e dim se nuk e merr pa drejtësi nga pushtetet e tjera ose nga situata tjera. Por në rastin konkret tani, dëgjoj. Ligji nuk është shkencë eksakte. Është interpretim që të gjithë palët mundohen për interesat e tyre, kalkulimit të interesat e tyre politike, që të përdorin manovra të caktuara për të triumfuar, siç ndodh shpesh herë edhe në brenda parlamentit, apo komisione apo gjëra të tjera në vendimarrje të caktuara. Dhe këto që njihen këto truqe, për termin thojë truqe. Dhe kështu që në këtë rastin konkret mendoj unë që ka interesa më shumë për mua, pse mos hedh një test tjetër? çfarë? O idhe mo. Jo, një test tjetër. Që koleg brenda Gjykatës lartë. gjykatës lartë, sipas një informacioni që Aurora mund t'i pëlqej, thotë që për ta hequr qafe, për ta hequr qafa si Bokshin, për shkak të vendimarrjes si merr kundra detaj në raste saktuara të votimit, brenda sepse nuk intereson një trup i gjykuesit ta ketë për shembull 2 me 1. Një ta ketë të unifikuar vendimin 3 ose kur në raste saktuara me 5 trupe gjykuese, del e kështu që njëri që nuk gdhendet, në kuptimin nëse nuk hyn në vallën e lojës dhe të cilët mund të kenë interesa saktuara, pa thënë çfarë lloj interesash, më mirë votojmë asimin që ti ke asimit, në shpëtojmë ne. Tani del pala tjetër tash që nuk i përkon interesit asimit sepse dilka që mund të jetë njëri i besueshëm
Si shflitet mjallë i Berishës në krahun tjetër dhe mund të shkojë atje. Pastaj hym në lojë atje edhe Llagami që ka qenë njeriu i cili mund të ketë bën derë brenda, se ka qenë pjesë e kolegjisë me emrime të caktuara dhe ka pasur detyrime një antar të cilët votot ose jo. Pra është po jep në këtë lloj korrelacioni që ka problematikë shumë të thellë, të cilët nuk e dan tani dhe krijon një mishmash. Po aty brenda i pas kanë të gjitha këto, dakor, se mund të ketë pazare, mund të ketë nga Jo gjitha. pazare, nuk ka Nuk ka ndikim sepse është sistemi Se do kjo të ndodh kudo, dakor. ndikim, Roli i presidentit këtu, pse nuk e thret për bërë betimin? Tani mos i japi më shumë peshë, ose merit, ose barë mbi kurriz presidentit. Më shumë se që më shumë se me që jemi në fund, tani në 31 tetor, kushtetuesja do mblidhet për shqyrtuar shkarkimin e Veliajt. Kush është skenari për zgjedhjet më të afërta në Tiranë? Është 7 dhjetori më i afërti apo duhet që kushtetuesja vërtet, pra nëse po themi nuk hyn në këtë ngërçin e vendimarrjes, pra të dalë ky votimi i barazim që s'ka vendim pastaj? Jo, s'ka vendim, do të thotë ka marruar, pavarësisht nuk ka vendimarrje në kuptimin që nuk do të thotë nuk ka një vendim të kundërt nga ai qeverisë, po ai vendimi është 4/4, do të thotë që nuk ka një shumicë siç e kërkon kushtetuta për gjykatën kushtetuese, i cili bëj një ndryshim të asaj për cilën kërkohet ndryshimi. Tani e para herë duhet seruar nëse do jetë me 31 apo jo. Pse mund mos jetë me 31? Po sigurisht që mos jetë me 31. 31 janë bisedimet. Pra ka thirrë seancë publike gjykata kushtetuese ku do marrin pjesë palët dhe do bëjnë debat. Sigurisht mund bëhet atë ditë. Normalisht duhet bëhet atë ditë sepse mund të nxitojnë për të marrë një vendim. Po sigurisht duhet bëhet atë ditë sepse duhet i jepet fund këtij lloji debati, këtij lloji konflikti, këtij lloji kësaj lloji mosmarrëveshje. Dhe palët politike që janë përfshira në një mënyrë apo tjetër në fushat duhet të jenë qartë për këtë gjë. Edhe normalisht situata e do që gjykata kushtetuese duhet shprehet në datë 31. Megjithatë është në varësi gjykatës kushtetuese, ata mund ta vlerësojnë që mund duhet edhe një datë tjetër. Nëse kërkohet një datë tjetër, atëherë sigurisht që kjo jep efekt drejt për drejt në zgjedhje. Pra sa më shumë shtyhet, aq më shumë shtyhen zgjedhjet. Nëse bëhet me datë 31, pra nëse ecim me prezumimin që në datë 31 ka një vendimarrje të ndryshme të njëjtë nga siç është e Këshillit Ministrave, pastaj varet nga KQZ-ja sa është aftë. S'ka pamundësi infrastrukture, por siç janë dhënat në dhjetor, fillim dhjetori ose mes dhjetori. Po në fillim dhjetori mund mes dhjetori jemi para festave, para Krishtlindjeve, bëhen zgjedhje para Krishtlindjeve. Pse s'u Po para është edhe në fillim dhjetorit. Po para është po pak më para se sa mesi dhjetorit. Tani zgjedhjet duhet bërë sa më shpejt jetë mundur administrativisht dhe nga pikpamja logjistike. Këto e ka ndorë KQZ-ja, realisht. Pra sa është aftë KQZ-ja, bëhet gati për të bërë. Pamundësi objektive për të vënë infrastrukturën. Kush nuk e luan topi kandidat. Nuk po e them këtë, për bashkitë tjera, fillimisht me datë 9. Po dhe për Tiranë u ta bëjnë shpejt që do jetë KQZ-ja do punoj ditë e natë vetëm që të bëhet. Po jo, i ka kaluar afat. Si janë regjistruar partitë, kandidatët. Ka një argument për pjesën ligjore, ka një argument pjesën logjistike administrative. Ka 30 ditë duhet të jetë patjetër përpara se të bëjë fushat. Nuk është se nuk po punohet para përgatitje e tillë për të pasur hapësirën e ditëve finale, se janë marrë masat në gjitha skenari është bërë, skenari A. Sa mirë i dini ju që si pushtetit në që nuk ka nevojë, dëgjoj, mjafton të njohësh logjikën. Nuk ka nevojë të jesh aty mbrojtja të merresh me thashë themë. Logjika arrin ta nxjerrë konkluzionin, ëh? Është më e fortë. Okej. Mirë, megjithatë në pritje, çfarë do të ndodhi këto ditë një herë? A do e thrasi për betim presidenti Asim Vokshi pavarësisht Asim Vokshi. Ama se kanë bërë të shkollë ka Asim Vokshi. Shkolla Asim Vokshi tash. Gjimnazit shëgjë. Tani, a do të thrasi për votim apo jo? Po jo. Mas datës 11 do të thrasi. A ku i vjet marrë rolin e kushtetuesës, se ta ndrejtë, Po zhvillimi interesante. Po pse se mori Po e mori malli për Asimin, aty ka Asimi ke busti. dekretimi i zgjedhjeve e mori. Nëse nuk e thret do shkojë ke noteri ta bëj atje edhe. Po, kemi eksperiencë Arta Marku, po tjetër histori. Dëgjoj, zhvillime interesante gjithsesi. Po më interesanti do jetë 31 tetori pastaj.
vendimarrja që do marri kushtetuesja me apo pas zotin Vokshi në përbërjen e Nuk ka vet? vendim. Me Zaçën apo me Vokshin? Ka vendim. S'ka vendim Jo, thuati. me 31 do shtyr. Për tu parë është se nuk hedhim do të Jo, s'ka falë. vendim, do dali barazim. Do dali pse barazim, pse do këtu po dali barazim? luajmë. Toto kushtetuta është kjo. Po Ai se vendos mund Gjithë dalin sy e vesh jemi për atë ditë. Zhozheku, shumë faleminderit. Teorikisht ka Jo, 100 pyetja Faleminderit që ishe Pyetja sot me pse mua. da- Sulo, të falenderoj. Clarent, shumë faleminderit dhe ti. Zoti Sula, të falenderoj. Takohemi nesër 20:30.